Mirë se erdhe, Sekretariu. Knaçi të pres në studio, faleminderit për kohën. Faleminderit. Urdhërohet lutem, 3 hatohemi bashkë. Faleminderit shumë që je sot këtu me mua, po u tregoja shikuesve ani pse emri mbi emri juaj dhe gjithë përvoja juaj profesionale ju bën tashmë një njeri të njohur e të besueshëm edhe në publik për gjatë gjithë kontributit tënd që keni dhënë. Por sot ju kemi ftuar të flasim për diçka që konsideroj është shumë e shenjtë për gjithë neve dhe do të mbetet gjithmonë në historinë tonë. Çfarë ndjesisht ju jep juve personalisht 5 marsi? Po, më këthen gjithmonë ato emocionet që këm pas në 8 orë të vitit 2002. Ajo ka qenë një emocion i cili nuk përshkruhet, dhe thot një emocion edhe mburje, edhe frikë, sepse nuk e dija ku po hy, i kisha 54 vareza para vetës. Pastaj disa dilemat të cilat janë folur, të cilat në është dashur që ti pastrojmë dhe ti radhisim me baza shkencore. Kjo ndodhi kur ju dhe një pjesë e ekipit u kthyet në ambientet e Institutit Mjekësisë Ligjore, pasi që një periudhë nuk ishit aty sigurisht. Dhe gjithçka që gjetët ishin edhe dokumente, edhe gjërat të tjera cilat ju quan juve deri tek identifikimi edhe njëherë i këtyre kockave, po them. Po, fillimisht, dhe thot, në fillim nuk i gjetëm këto dokumentacione, tek pas 6 muajve për shlirimit i gjetëm, dhe disa prej atyre antarëve ekzistojshin raportet, për tjerë s'kishin kryer, dhe normal që sikur se çdo shqiptar të vërtetë mua më mendon të ajo se çfarë në fakt ka dhe thot aty çfarë është bërë në Vareza, dhe thot kanë qenë disa pitafe me enen dhe disa lafe për shembull, pra atë se jo ka qenë komandanti i pre në fyt apo diçka kështu me radhë, kanë qenë dilema të cilat i kam pas breng edhe unë. Mirë po. Ju bërë kurioz që ta kuptoni të vërtetën. Vërtetën. Mirë po gjetja dokumentave dhe thot të palës sërbe të cilët ishin kryer autopsit, edhe shkicimet edhe raporti i plot, pastaj edhe ekshumimin e 2002-ën. Në mësumë të vërtetën, jo ka pas lafe se ka qenë i prej në fyt, jo ju kanë afru, ja kanë zonë të gjallë, komandanti nuk e kanë zonë të gjallë, dhe thot s'kan pas shansë të afrohen. Ai ka qenë i plagosur në bark, ashtu thojnë edhe familjarët të cilët kanë bjetu. Ashtu i plagosur ka hyrë në dhomë, fëmijët gratë kanë mbushur dhe thot municionin, dhe i plagosur ka dalë para shtëpisë të cilën kemi si simbolikën tonë kombëtare, dhe thot aty në pjesën e përparme dhe ka luftuar dhe thot me policinë që kanë qenë ka varezat ku janë sot. Dhe në fakt plumi i cili ja ka marrë jetën është plumi i cili ka nga ana e pasme e majt, prej snajperit në anën e pasme të veshit dhe ka dalë ka ana e përparme e fytit. Dhe në atë periudhë, kur ju pa dokumentet, ishte çudi për juve që kur e pat që ndër dokumentet ishte edhe ai i komandantit? I komandantit, po. Ishte e pritshme për juve, ndoshta mund të kishit menduar që dikush me qëllim mund t'i kishte asgjësu ato si dokument? Po, ju thash që i kemi gjetur me një zyrë të thot pas 6 muajve, edhe pse të gjithë në institut i kërkonim ato, sepse në interesonin, dhe aty kishte qenë një grumbull i dokumentacioneve të cilat faktikisht ishin të ndara të personaliteteve të veçanta, sidomos politike, do thotë, të njerëzve të cilët faktikisht kanë qenë në represionin sërb dhe të shenjizuar, pra. Dhe ajo është një, të them për mua, një gëzim, dhe thotë, sepse doja të dija të vërtetën. Këto ditë të procedurës e identifikimit kanë qenë, siç po i përshkruani edhe ju, me shumë emocion, me frikë në anën tjetër, por që po ashtu me një pritje të jetë të madhe dhe të vetë pjesëtarëve tjerë të familjes. Sidomos kujtoj që keni thënë që Baca Rifat ka qenë ai që vazhdimisht ka qenë afër në çdo sekond gjatë këtij procesi. Baca Rifat, Murati, Luli, të gjithë aty, por Baca Rifat për asnjë sekondë nuk është larguar 13 ditë. Ai do thotë ka marrë pjesë në varimin e secilit arkivar, do thotë me çuderit e Varezat, se ka qenë një lloj si protokolli ku Baca Rifat ka ndajt përpara në anën e djathtë, në anën e majtë ka ndajt ndonjë antar më i ngushtë i atij personit të cilit ka qenë arkivar, edhe mbrapa kanë qenë 2 ushtarë të TMK-s, sepse
Gjatë kur filluam punën, ishte shi i madh, toka Smonic ishte si në gjithë në për pusa në gjithë. Fillimisht erdhën 10 ushtarë të MK-s, dhe thotë se s'kishim asnjë eskavator, kemi punu në prekaz, dhe mos them që çdo 2 ditë i kërkonim edhe nga dhe tjerë, 30-40 u detyruam t'i marrim, sepse ke çdo punë është punu me dorë, çdo punë është punu me forcat tona, pa ndihmën e askujt, pra thjesht me lopata. Ka qenë ajo koha kur në Kosovë është bërë për herë të shkryer për herë të parë ADN-ja? Po, faktikisht me familjen Jashari edhe i morëm mostrat për herë të parë. ICMP dhe thotë i pranoi mostrat. Fani. Pa merak. I pranoi mostrat dhe thjesht ishte pra tetori vitit 2002 kur edhe për herë të parë filluam identifikimin me analizat ADN-s. E kuptoj. Dhe sigurisht një periudhë kjo po e përmendni, kanë qenë ditë me shi, këto ditë për juve, përgjatë pauzave, për në mbrëmje kur ktheheshit në shtëpi. Si ishte gjumi juaj? Pra, çka ju shkonte në përmendje natën kur binit në gjumë? Unë në fakt jam pak gjumash, qëndrej shumë pak gjumë, por zgjimin e kom pak ma të vështirë. Atëherë s'kom pas nevojë as për zile, as për alan, vetëm ditë e gjumi që në ora 8 jem në prekaz. Ka qenë një emocion i veçantë. Nga momentet, pa merak është e mirë kuptueshme, një nga momentet që përmendet shumë edhe ka bërë një xhiro kështu të madhe gjithandej është përshkrimi juaj në momentin që ju keni marrë kafkën e komandantit edhe keni filluar me pastrimin, por nuk e lat me kaq. Po, ekipi që punuam, dhe thot, ishte doktoroj Shavjosa, Isa Gara, tekniku, doktor Naimi Haliti, për një disa ditë në ndihmoj, familjarët, qëllimi jonë ka qenë që edhe kemi pastru, dhe thot, pjesë kockore, protokolli rrok që të kthejnë në pozicionin anatomik të trupit çfarë ka qenë, sepse një njeri ka 206 pjesë kockore, ti varosim në mënyrë ma dignitetshme të mundur. Ditën e parë kur kemi fillu dhe thot ekshëmimin me Basën Shaban si krye familjarin, si ka qenë edhe i pari në rend. Pastaj Hamza e më pas edhe komandanti, dikun edhe shtator, i kam qenë i koncentruar dhe thot edhe kam punu në trupin e komandantit, se kom dash me pas në çdo milimetër dhe thot që t'i gjej gjurmët, sepse në flasim në atë formë, dhe thot në atë rrugtime kemi në punën tonë, dhe thjesht... Ishte në gjendje më të rëndë? Në gjendje më të dëmtuar ka qenë Hamza, i cilit i ka mungu e 8 pjesa, dhe thot, e kafazit, brasa e gjoksit edhe mbi gjysmën e brinjeve. Kurse pjesët e mbetura kanë qenë në skaj të djegura, që dhe thot se a i ka qenë më i dëmtuari prej të gjithëve. Në shtujen kjo të mendojmë që ka pësuar edhe djegje për pos... Njëti eksploziv dhe thot është udhër në gjoksin e ti. Dhe po më spjegoje për momentin e kësaj puneje disa orëshe të cilën e more me shumë krenari, po të citoj ty në ato që të kam dëgjuar duke thënë. Krenari, po, por edhe frikë. Po atës nuk më imi ikë, po të thëmë frikë e asaj se si do dalë. Edhe duke ditur se qëfar historie jam duke prekur. Dhe thot, një familje cila ka sakrifiku që nuk kemi asë një rast në botë të tillë, dhe thot, diçka që i tërpoplin mund të mburët, me diçka që nuk i besoj që dhe ndodhme në rrugën toksore, diçka e tillë, dhe thjesht doja të dilja si është mas miri. Thash që kam punu rreth 7 orë, edhe në fund i reguluam pjesë kockore në pozicionin anatomik, si e quajmë ne në mjekësi. Dhe e fundit ishte se kemi pastru mirë me Ilanin, dhe fundit ishte kafka të cilën dëshme vendosë të kokën, dhe aty më kanë kaplu emocionet të cilat pas ma voni ku pa në gjerim dhe thot të puthjes në balë të komandantit. Pra, nga emocionet nuk është se e ke mendu prakisht se çfarë po bëje, thjesht emocioni të doli përpara. Po ajo ishte emocion, thashtë pak më herë, sa që në atë moment as dorëzat i largova, thjesht desha në kontakt direkt me
komandantin edhe të gjithë tjerë të cilët sepse ju thash që aty kanë qenë mbi 54 varrezat të cilat është dashur të punojnë. Dhe e dinin pastaj edhe rolin atij vendit, ardhmëria që do të vjen. Po mbi 7-18 Kishte ndonjë pra pas keni edhe nga përcaktimi i vendeve se ku do të vendosesh? Po, do të me te, me Basarifati, me Muratin bisedonin si çfarë forme t'i japim, pastaj i dham atë rendi i parë është familja e ngushtë e komandantit për 20 anëtarëve, pastaj të afërmit në 3 rende. Rendi i parë e menduam të thotë në atë aspektin diçka të lidhet me traditat tona të jetesës në shtëpi, të thotë ne e dim se çfarë familje ka qenë, një familje cila faktikisht të gjithmonë ka pasur ndonjë anëtar edhe në botën e jashtme për të gjallëruar, sepse familja e madhe. Dhe thjesht anash ashtu si që është edhe Baca Shaban, do thotë si kryefamiljari i shtëpisë në vendin e parë ku e jekëm, ai qëndroi aty, pastaj Hamza, Ademi edhe nëna, 2 prindet dhe 2 trimat në mes. Pas nënës vinë 3 nuset sipas moshës, vajzat sipas moshës të 3 vllazërive, dhe në anën tjetër nipi i cili, si thonë në trevat tona, i ka fillu me marrë qesën për gjyshit, i timi, si nipi maj madh, edhe gjithashtu nipat sipas moshës dhe thotë të përzier, të rënditur, pa marrë parasysh cilit janë, por të rënditur në atë formë që në mes takon blerimi edhe blerina si 12 veçlit. Do thotë, ka qenë gjithçka e planifikuar. Ota femrore se ruin dhe thotë ne granimin në shtëpi në mes, bashkët jashtë, ashtu si kemi kujdesin të thotë ndaj familjarëve. Sot sa shpesh shkon? Sot sa shpesh shkon? Atje shumë shpesh. Shumë shpesh. Do thotë vetëm mos me qëllu në Kosovë se epopejnë nuk e lëshoj kur, çdo herë. Për 28-in për ditëlindjen e komandantit i vizitoj, normal edhe për festat edhe për Bajram kanë qafë Basarifati, domos i cili është një mikprit i madh dhe shpesh me të drejtën ai është një vend për mua ku edhe më mbushën bateritë për jetë. Kur e paramendoj do thotë se çfarë kanë bërë ata do thotë për lirinë tonë. Po kur të kemi një gjak që ne kemi thujtë atë gjak i kulluar do thotë i popullit tonë. Kur shkon sot i ke të freskëta akoma ato pamjet që ke kaluar më 2002-ën? Po, sepse kur kemi shkuar t'i hapim, kanë qenë parezat thjeshta. Ajo procka nuk ka qenë e rregullune, ka qenë një ure drurit, në të cilin është shitshëm në to për shkak të letërsisë atij drurit. Jemi mundu me ato forcat tona ta bëjmë një dezinfektim me gëlqere të pluhur, sepse mirë po ato paraqitën ta respektojnë protokollin që thonë atë aspekt. Dhe thjesht unë kur shkoj edhe tash, ai bukuri për atyre graniti, për ati graniti e më merë, po në shohat pjesën, ati mund këthet ajo, me një farformë nuk e shohat këtë pjesë, po e shohat pjesën kër kemi hapë të thot ato ditë, edhe ku në jetë se aroj, e mora një kastofon, sepse s'kishëm as dita e pare punës, u rënditëm ekipi që kena me punu edhe ushtarët të MK-s, t'i bojmë përshëndetje, e shumë himnin kombëtar me atë kastofon, sepse i thash që është bërë me forca vetanake, pa ndimin as kujt, edhe me atë me një farforme si pak të vështirësuar, sepse edhe pse ishte 3 vite pas shlirimit, ende një farë hezitimi, dhe thot, një farë frige të njerëzit që për mua ende nuk është e pakafshme. Ndonjë tentativë për ta ndalur si proces, ndonjë kërcënim? Po ishte koha në të cilën administrata Mikut kishte filluar puna edhe urdhëresat e çonën dhe për gjykatat tone, por nuk e merrnin dot forcën për të na çuar urdhëresën për të hapur. Sepse madhështia e familjes Ashari është në faktin që pa marrë parasysh do thotë dokumentacionit të gjetur edhe për shkak të asaj që disa epitafe ishin NN, që gjithsesi të hapen dhe atë për shumë arsye. Arsye më e madhe ishte që të identifikohen edhe ata tjerë të cilët nuk ishin emër, edhe me faktin se ata nuk kanë qenë këtu, ata të mbjetuarit, që ishin njerë, do thotë, Basarifat, Murati dhe Luli, dhe janë të varosur të them nga njerëzit të cilët nuk kanë qenë të hafërt që t'i njohin, do thotë. Edhe për këtë arsye një 7-8 raste kanë qenë të shënjezuara gabimisht. Por, kjo është normale të themi për kohën,
se në çfarë kushtesh njerëzit kanë varrosur. Kanë qenë edhe 4 persona tjerë të cilët nuk kanë qenë të luftës së Prekazit, gjithsesi do të thonë një luftë e Prekazit, që janë vrarë në vende tjera, por që kanë qitur në kamion sërbët së bashku dhe normal që kemi dashur që kjo pjesë të jetë e atyre të cilët me të vërtet neve na bëjnë krenar dhe të një lufte të paparë me një polici dhe ushtri të tillë çfarë ka qenë në Serbisë. Mr. Gërgjaliu, një jetë të tërë në këtë punë. Është një profesion që sigurisht të sfidon shumë dhe përcjellet me gjitha ato epitetet që i dhe ti edhe me ato frikën edhe me krenarin. Periudha, sigurisht kjo mbetet një ngjarje të jetë e veçantë, po nëse të them të mi përshkruash gjithë këto vite në këtë mision tëndi, në punën tënde, si mi përshkruan në të përgjithshme? 24 vite, do thotë, ta punosh edhe profesionin atë që ne e quajmë të freskët, ato ditore që kemi të vrasjeve dhe dhuna seksuale këtë tjere, por edhe të them ajo që unë se kam paramendu kur që do ta kem dhe këtë pjesën e zhdukurve, sepse këte kanë ata të cilët përjetojnë një luftë, dhe normal në luftra njerëzit zhduken në katastrofa të ndryshme. Ate që ju thash pak më herët ku jemi këthy në institut, kemi gjetur institutin përplot me kufoma, frigoriferit këshin qenë të stërmbushur në dysheme, njerëzit ktheheshin nga jashtë, ata të cilët ishin me një farë forme, nuk i kishin të afërmit, nuk dishin për fatin e tyre, dhe filluan të bëhet një pik e vizitës dhe kërkesës e familjarëve në institut. Dhe thjesht, nuk i dinim edhe regjistra se si janë, emërtimet, apo dhe u detyronim që secili familjar t'i hapim ato qeska, mos pënjojnë, varësisht prej dokumentacionit, dhe thot, artefakte të cilat ndonjë unoza për diçka tjetër që ka në vete që me mujtë me identifiku qatë pjesë. Dhe për aty filloja pjesa tjetër, ku tash u bën një pik stacionimi e njerëzve të cilët tregonin se gjatë luftës kanë pa që këtu kanë varros, këtu kanë punu me eskavator, kanë dyshu në Vareza, këtu është një Varez, me na tregu dhe thjesht ishte një lëshim në atë që duhet i gjindemi familjarve. Në atë kohë ka qenë interesante që një kujtim për shembull të një njeriu në Ajvali, tek Varezat e fshatit, ku janë varrosur 9 persona, dhe si janë rendet e vareve, një i moshuar kishte qëndruar në shtëpi dhe ai ishte fshehur në kulm. Populata ka qenë, se s'dia kishin qenë në Ajvali pas 6 njerëz. Edhe ai ka pa natën se si kanë varrosur ato 9 kufoma dhe jo në vija të njëjta. Do thotë pse është përdor, se njerëzit kur kthehen ose mbaron lufta, ato vareza normale që të fshehet gjuhën të krimit. Pa i pastaj kishte pa nga tjegullat, i kishte qu lartë, edhe ka shku natë kur i largu ata, o shku i ka shinizu. Edhe kur ka me nga tregu në institut, dhe thot, aq me saktësi, dhe thot, i tregon. Pra thjesht... Po në raport me familjarët, sa e vështirë është ky pozicioni juaj për te i kësaj, për te anës profesionit, që të jesh edhe nga ana njerëzore, i mirë kuptueshëm me ta dhe me gjithë kërkesat edhe insistimin e tyre me të drejtë për të ditur për familjarët. U familiarizua me ta. Thjesht, kur kishim takim me ta, nuk e disha me edhe vetë familjarë apo jo. Edhe pse ata të mitë të vrarë në masakrën e Studimës janë aty, dhe thot, nuk i kanë pasur dukur, por ato vujtjet e tyre kanë qenë të rënda dhe thjesht nuk të lënin të largoshin nga ky profesion. Sepse vinin njerëzit i kërkonin të afërmit e tyre, nënat, bitë, fëmijët e tyre, burrat e tyre, vajzat, e kështu me radhë. Ka kaluar për disa etapa të cilat i kanë përjetuar edhe unë me ata, do thotë në atë formë. Me një farë forme hysha në botën e tyre, sepse koha e fillimit ka qenë deri me 30 qershor, kur është këtë transferi i fundit nga Serbia, kam pas shpresa se mos janë ende të gjallë, por atë ditë Serbia dhe thotë, kur i morëm edhe mosat e fundit nga Batajnica, tha që të ne në Serbi nuk ka më persona të gjallë nga Kosova. Me një farë forme ishte rëndë edhe për familjarë dhe ata filluan ditën ka vitit 2010, veç të lodhin nga pritja
nga kërkimi, e panë dhe thotë që nuk ka më të gjallë, tash edhe në atë fazën që shumica për tyre pa e lojnë këtë botë, dhe thjesht e shotë dëshirën e tyre që t'i gjejnë pjesë këtëskore, sepse shumë vare në për komplekset memoriale janë të zbrasta, se egziston emri, sa është të zhdukur i varë dhe thotë me grupacionet që kemi gjetë, po, edhe ata shkojnë dhe thotë në varezat të thata dërzojnë lulje, dhe thjesht nuk dojnë t'a lojnë këtë botë pa e mbushët dhe thotë, pa e ditë për fatin e tyre. është me të vërtet një punë e cila me sigurit dhe thotë, edhe në talën dhe të le një vrajtë madhe dhe thotë në mendjen time, sepse është e vështirë të shofësh familjarët që i kërkojnë të afërmit e tyre. Kemë pas të rastin tash, se fundmi Baca Bajrami cili vdiq, ai një njeri cili është në mosh, por kur në kujtohet lufta e tij për të ditur për fatin e djalit, dhe që e la këtë botë pa gjetur fatin e tij, ajo ishte edhe më e rëndë se sa do thotë atë që e përjetoi Baca Bajrami. Gërgjaliu, ishte shumë kënaqësi që të kemë sot dhe të falenderoj shumë që gjete kohë për një diskutim që po besoj ndoshta edhe për gjeneratat e reja është mirë të rikthejmë pak edhe ta ushqejmë historinë e popullit tonë duke u ndjerë krenar me ata që e kanë shtru rrugën deri sot ku ne po flasim. Është edhe qëllimi të thotë që bili gjeneratat e reja t'ju tregojmë se çfarë ka ndodhur në këtë tokë, edhe me disa ekspozitat të cilat përmes shoqatës New Life Kosovo. Kemi filluar edhe në Evropë të thotë ekspozitat të fotografive, vetëm me një qëllim që gjeneratat e reja, ata të cilat kanë lindur në atë kohë të luftës edhe pas luftës, t'ju rikujtojmë që mos të harrojnë të netën, sepse e dinë fare mirë që çdo gjë që harrohet përsëritet.